Përshëndetje të gjithëve, mirë se erdhët në program. Historitë e suksesit të shqiptarëve që janë nga Maqedonia e Veriut, por kanë korrur sukses në vendet e Europës. Sot do të kemi një nga mjekët që është mjaft i suksesshëm në Zvicër, por jo vetëm. Tashmë doktor Florim Cucullin e njefin të gjithë njerëzit në Ballkan, në Shqipëri, Kosovë, edhe në Maqedoni të Veriut. Dhe kjo jo pa shkak do kisha thënë. Është një nga kardiologët që më së shumti mundohet që nëpërmjet të këshillave, nëpërmjet të rrjeteve sociale, mundohet që ndihmoj të gjithë atyre pacientëve se si, nëpërmjet të modifikimit të stilit të jetës, mund të shpëtojnë jetën e tyre apo mund të parandalojnë sëmundjet e zemrës. Ne sot do të flasim për sëmundjet e zemrës, por të flasim për një nga sëmundjet që ndoshta mund të shkaktoj vdekje të shpejtë, dhe shumë nga ne nuk e di që është një nga arsyet përse shumë të rinj mund ta humbin jetën. Ne sot do t'japim edhe shumë këshilla se si mund të parandaloni sëmundjet e zemrës, por jo vetëm, edhe si të ndryshoni stilin tuaj të jetës, me atë edhe të ruani shëndetin. Përshëndetje dhe mirë se erdhët në program. Faleminderit shumë për ftesën, Narta. Doktor Cuculli, ju jeni shefi kardiologjisë në Lucern të Zvicrës, ku besoj që edhe shumë nga shqiptarët apo njerëzit e Ballkanit kërkojnë ndihmë nga ju atje për të ruajtur shëndetin e zemrës. Po, Zvicra është vend i vogël dhe distancat janë të shkurtra. Domethënë vinë pacient nga San Galeni deri te Bazeli, deri në Lozan, vinë në Lucern, sepse të merr shembull 1 orë gjysmë, 2 orë kohë dhe gati e kalon në Zvicrën, kështu që un kam tepër pacient dhe mundohem të shërbej të gjithë. Natyrisht nuk është çdo herë lehtë sepse ata janë aq shumë, un jam një, por mundohem edhe kam krijuar një ekip të mirë, të kujdesemi si ekip edhe për ata pacientë, sepse besoj se këtë edhe ua kemi borxh pak pacientëve dhe po ashtu edhe bashkëdhetarëve tanë atje. Absolutisht. Doktor Cuculli, ju jeni pranë të gjithë atyre edhe nëpërmjet të rrjeteve sociale, duke ju dhënë këshilla se si mund të ruajnë shëndetin e zemrës, ndoshta me një modifikim të lehtë të stilit të jetës. Po unë besoj se kjo është një detyrë jona që ne duhet ta bëjmë si mjek, që ti çojmë pacientët të reflektojnë. Shpesh herë të reflektojnë para se bëhen pacient, sepse kur bëhen pacient pastaj bëhet ndoshta ndonjëherë edhe vonë, po për shumë gjëra edhe atëherë nuk është vonë. Kështu që unë besoj që duhet të jemi më vokal, që t'u sqarojmë njerëzve se pse vjen një sëmundje dhe si mund ta evitojmë, sepse ndonjëherë edhe zgjidhja nuk është aq e vështirë. Domethënë do flasim për gjitha ata faktorët, por unë besoj se thjesht fakti të reflektojë një person, ta pyesi veten a jam rrugës drejt, a ka mundësi të ndryshoj diçka, kjo është diçka shumë e madhe. Bile ekzistojnë shumë studime që tregojnë që në rast se pas infarktit për shembull të zemrës pacienti shkon në një rehabilitim edhe reflekton, jo rehabilitim 2 javë dhe pastaj të mbaroj, por rehabilitim i vazhdueshëm disa mujor, ambulator, domethënë shkon çdo ditë dhe sidomos kjo komponenta edukative është e rëndësishme sepse kjo tregon që në fakt ja zgjat jetën pacientit pas infarktit. Domethënë duke reflektuar, duke i shikuar të faktorët e veta të rrezikut, ka mundësi që të ndryshojë kakjen e kësaj sëmundje edhe të jetojë më gjatë. Patjetër. Ku gabojmë ne si Ballkanës? Përse sëmundjet e zemrës janë aq shumë të përhapura, sidomos edhe në Maqedoninë e Veriut? Janë ndoshta një nga shkaqet kryesore përse edhe njerëzit humbin jetën. Po, unë kam cekur disa herë dhe natyrisht nuk është vetëm një faktor. Janë disa faktorë të rëndësishëm, po një nga unë mund të them kështu sepse duke jetuar një shoqëri tjetër dhe një vend tjetër, edhe duke njohur këtë ambient këtu fort mirë, unë mund ta bëj një krahasim të Për atë edhe ju pyeta. Po, domethënë se si është si është atje. E tani kur i krahasoj për shembull popullata jona që në Zvicër është e parafort me këtu, me stilin e jetesës, me faktorët e rrezikut. Dhe çka mbien në sy janë 2 sende. E para është që natyrisht duhanpirja këtu është për masa marramendse, që si askërkund në botë nuk pihet duhan si në Ballkan, kurse atje është diçka që është e rrallë tani. Kjo është e para, dhe e dyta që po ashtu bie në sy është që derisa mua pacienti zviceran më vjen edhe më thotë që ka 82-3 vjetë dhe thotë, po doktor, unë ec çdo ditë 10 kilometra, cili njeri 70 vjeçar në Maqedoni ec 10 kilometra në ditët. Askush ne konsiderojmë atë pas pensionit si kohë për pushim. Po kjo është
për shembull pikërisht për këtë ne domethënë duke i motivuar njerëzit të ecin më shumë, të lëvizin më shumë, ne në fakt do t'u ndihmojmë aty të jetojnë edhe më gjatë edhe më mirë. Sepse kjo palivizshmëria bie problemet e tjera, domethënë fillon mbi pesha, fillon diabeti, fillon tensioni i gjakut të keqësohet ose nuk është i trajtuar mirë, domethënë keqësohet situata jashtëzakonisht shumë për një të ecme që do të bënte edhe qef edhe mirë për shëndetin. Kurse tek duhani, shpesh arsyetimi më i shpesht i njerëzve për duhanpirjen është që kemi gjysher që kanë jetuar 100 vjet dhe nuk i ka gjetur gjë, përse mendojmë ne që duhani është një nga faktorët që do na shkaktoj probleme shëndetësore. Po shive këta shkencëtarët e Facebookut edhe është vështirë të këtij konvertosh të gjithë, por për disa sende ekzistojnë studime aq serioze, edhe aq shumë vjeçare, edhe aq të vjetër, do të thënë ekziston studimi nga Framingham, po kjo është tani më dhe unë në Zvicër dhe kur nuk e cek se kjo është aq e qartë, domethënë nuk do ta sqarosh që vërtetojnë që rrezikshmëria nga duhani është aq e vërtetuar, aty nuk ka asnjë farë diskutimi. Edhe si për ta ilustruar këtë fakt, mund t'ju them që pacientët më të ri me infarkt të zemrës në Zvicër shpeshherë janë ballkanas, pikërisht edhe shqiptar. Jo, nuk vjen Mark edhe Beat edhe Stefani me infarktin e zemrës me 35 vjet. Besimi, Bekimi dhe Fatmiri vinë me 35 vjet. Domethënë kjo të vërteton se nuk është vetëm gjenetika, unë jam i sigurt që edhe kaluan po ashtu role dhe gjenetika, po te duhanpirja kjo është shumë e qartë dhe prandaj janë bërë gjitha kampanja në gjithë botën për të ndaluar duhanpirjen dhe vetëm ne tregojmë më të mençur, por vdesim aq herët. Sa kam unë vetëm në rrethin tim në Kërçov për shembull, sa kam dëgjuar për vdekje të hershme vitin e kaluar dhe këtë vit. Po e hershme është edhe një vdekje edhe një 65 vjeçari që ka vdekur nga infarkti. Ai nuk është plak, ai ka edhe shumë vite për të jetuar. E ata vdesin ne themi jo se dikush ka jetuar, po ka kazuistik që dikush jeton edhe dikush ka mbijetuar edhe me kancer më shumë gjatë kohë, po dihet që kanceri është në fakt vdekje prurës në shumicën në pjesë të madhe të rasteve. Atëherë si dëmton duhani enët e gjakut apo zemrën, shëndetin e zemrës? Domethënë arteret e zemrës, arteret përgjithësi janë të mbuluara nga një shtresë e cila quhet endotel, edhe ajo hapi i parë që ndodh është që dëmtohet endotel, domethënë unë e quaj pacientëve ose shpeshherë është tapeta e mbrëmshme e artereve. Ajo tapet i mbron arteret edhe i ushqen, edhe i bën që të lëvizin, që të lëvizshme, që zgjerohen kur ka nevojë dhe të ngushtohen kur ka nevojë. Ndodh te dëmtimi i asaj dhe pastaj me dëmtimin e shtresës e endotelit, kjo është tani shumë thjesht për ta sqaruar, vjen deri te akumulimi i lipideve, domethënë i dhjamit në murin e arterës, e pastaj vjen te një proces i inflamacionit të artereve dhe ata fillojnë pastaj ajo tapeta e hollë që i mbulon ajo shtresë e hollë fillon të trashet, edhe me atë trashje fillon të ngushtohet lumeni, domethënë ajo kanalet për shembull të zemrës, edhe shpeshherë kur ngushtohen ngadalë, ky është procesi i ngadalshëm, edhe pacienti mund thjesht duhet ta adaptojë stilin e jetës sepse pompa më nuk ka aq shumë energji sa që ka nevojë të punojë. Mirpo kur ndodh kjo ngushtimi akut, domethënë që ajo pjesa ku ka pasur dhjamra dhe lipide të krisi edhe arteret të mbyllet menjëherë, kjo pastaj quhet infarkt sepse atëherë zemra më nuk ka mundësi të reagojë, domethënë është duke vdekur një pjesë e muskullit të zemrës. A duhet reaguar në këto domethënë do kisha thënë, a është koha faktor kryesor në këtë rastin nëse pacienti do shpëtojë ose ja? Patjetër, sepse çdo minutë unë bëj në Zvicër kam një ligjëratë në vitin e parë me studentët e vitit parë për me titullin Time is Heart, edhe është shumë e rëndësishme, edhe unë aty kam një eksperiment nga vitet e 70-ta që ua ilustroj këtë. Eksperimenti është me një qen, edhe ata kanë nata para, domethënë 73 në studimi, ja kanë mbyllur arteren qenëve, disa qenëve, edhe pastaj kanë studiuar pas hapjes, domethënë mbyllje dhe pastaj hapje pas 30 minutash, pas 3 orësh, edhe pas 24 orësh. Domethënë pas 30 minutash ke shumë mundësi të shpëtosh një pjesë shumë të madhe të zemrës. Pas 3 orësh vetëm më gjysma ka shkuar, kurse pas 24 orësh gati krejt ka shkuar. Domethënë këtu është
me rëndësi që të reagohet shpejt, sidomos për ata që banojnë në vende rurale. Për shembull, banon në një vend që është pak larg qytetit, edhe këtu dihet në Maqedoni qendra në pjesën ku banojnë shqiptarët, qendrat janë në Ohër, në Tetov edhe në Shkup. Domethënë, në rast se ti je larg Tetovës, Ohrit dhe Shkupit, shancat e tua të mbijetosh ose të mbijetosh me një zemër të shëndosh janë relativisht të vogla. Prandaj duhet të reagosh më herët edhe të kërkosh ndihmë më herët. Sepse pastaj sa jam unë informuar, sa kam parë nga kolegët e mi, pasi pacienti shkon në spital, trajtimi bëhet tek pacienti këtij, domethënë pacientët dhe shpëtojnë dhe në një mënyrë kolegët që punojnë këtu e bëjnë punë shumë fisnike sepse janë natyrisht kushte shumë të vështira që punoj unë për shembull, por pacienti do të vi deri te aty. Për këtë është mirë të sensibilizohet. Dhe koha këtu është faktor kyçi, siç e theksuam. Atëherë përmendet pak më herët që ndoshta ka pacient shqiptar sidomos që drejtohen në Zvicër që 35 vjet dhe e humbin jetën, kurse disa që janë në moshë pak më të shtryer arrin edhe të mbijetojnë pas një sulmi në zemër. Përse të rinjt janë më të rrezikuar për të humbur jetën kur bëhet fjalë për infarkt? Që kjo është në mjekësi si një rregull e përgjithshme që sa më herët vjen një smundje, aq më agresive është ajo. Është për shembull te kanceri i gjirit, është te tumori i prostatës, te disa smundje, domethënë paraqitja e hershme e një smundje është zakonisht shenjë e një smundje agresive. Kjo është si rregull gjeneral. Edhe e dyta, që është shumë e rëndësishme, është shpesh herë deri në rast se arteriet janë të ngushtuara shumë në shumë vende. Atëherë ata vetëm trupi ka krijuar kolaterale, domethënë ushqimin e aty në arterieve nga ana tjetër ku ka. Unë e quaj këtë shpesh herë socializmin e zemrës, domethënë se vjen deri te shpërndarja prej aty ku nuk ka, te aty ku s'ka. Mirëpo, ndra se kjo ndodh që vetëm një vend, edhe një vend kyç, për shembull një arterie kryesore tjetë e ngushtuar, edhe ajo të mbyllet akut, atëherë natyrisht nuk ka mbrojtje edhe pacienti mund të pësojë. Është pashtu shumë e rëndësishme të dihet se me imazheri intravaskulare që unë e përdor shpesh, duke i shikuar se si janë ata plakat brenda në arterie të formuara, derisa te pacientët e vjetër të këta arteriet janë të kalcifikuara. Po ai kalcifikimi jep edhe një farë stabiliteti. Domethënë ajo është i vështirë për ta hapur, por nuk është e ka pak më vështirë të mbyllet krejt, sepse shpesh nuk mbyllet totalisht. Mirë po derisa kur këta plakat e pacientëve të ri, duhanxhive të ri janë shpesh herë tepër të buta. Domethënë aty ai dëmi bëhet më i madh sepse ruptura e plakës që e shkakton infarktin e zemrës është aq akute, aq fulminante, që arteria mbyllet menjëherë dhe ky nuk ka as kohë të reagojë, edhe prandaj këta njerëz shpesh vdesin rrugës për në spital. Ndoshta modifikimi i stilit jetës mund të parandalojë këtë vdekje fatale? Po, edhe unë, po ashtu këtu janë dy sende të rëndësishme që unë i them te pacientët e mi. Bile shpesh herë, unë nuk ja implantoj stentin pacientit, e them, dëgjoj, tani kemi 3 muaj, për 3 muaj dua ta lësh duhanin, dua këta medikamentin ma është në rregull, edhe të bish, unë i them kështu kërçovar që të bish mend. Sepse shpesh herë edhe ti mund ta avresh këtë ndryshim, domethënë kur vjen pacienti pas 3 muajsh, kur e bën të njëjtën imazheri nga brenda ti shikosh arteriet e gjakut, atëherë shef se ata janë më të stabilizuara. Domethënë ky efekti toksik i duhanit edhe për shembull i lipideve të ngritura lart një LDL që është marramence, ka familje shembull që e kanë këtë, kjo është ajo hiperlipidemia familjare. Domethënë te ata pacientë pas trajtimit të faktorëve të rrezikut e vren që me të vërtet edhe anatomikisht, domethënë se ajo është sikur bën histologji, domethënë shef nga brenda, do postoj disa fotografi për ta treguar këtë gjë, e shef që me të vërtet ka një efekt për kohë të shkurtër mund ata të stabilizohen edhe që pastaj edhe dëmi kur ndodhi të jetë më i vogël. Domethënë ju dam shpresë të gjithë atyre që na ndjekin në këto minuta që ndoshta 3 muaj me modifikim të stilit të jetës ju mund të parandaloni smundjet e zemrës. Patjetër edhe është e vërtetuar për shembull marrja e statinave për ta ulur yndyrën. Ajo ka efekt të mirë në stabilizimin e pllakave që mos ndodhi infarkti, po ka edhe rol në regresionin e aterosklerozës. Domethënë smundja mund edhe të pakohet
Te një pacient i ri që ka 35 vjet, 37 vjet, ai në rast se e len duhanin, në rast se fillon të marrë medikamentet në rregull, në rast se fillon të lëvizë, humb peshë, bën sport, ai njeri mund ta rikthejë atë kurvën e jetës vetë, domethënë derisa ajo thotë që ky njeri mund të vdesë me pasi ka pas infarkt me 35, ai ndoshta do vdesë me 50 vjet sipas statistikës, ai mund të përsëri të jetojë 77 vjet ose 80 vjet, po do të bëhet ndryshimi. Pa bërë ndryshimin nuk do ndodhi asgjë. Po, dhe kjo është edhe mjekësia moderne, besoj që çdo pacient është aktori kryesor i jetës vet dhe vet mund ta ndryshojë edhe atë mund të jetojë më gjatë ose më shkurt. Doktor, do shkëputemi për pak çaste publicitet, rikthehemi pastaj për të folur për një nga problemet e zemrës që realisht mund të krijojë mund të jetë edhe fatal për jetën e një pacienti. Shpesh për sëmundjet e zemrës kemi dëgjuar të flitet për infarktin, për implantimin e stenteve apo bypassin, por shumë pak nga ju e që fibracioni atrial mund edhe të shkaktoj probleme shumë serioze për shëndetin e një personi. Rikthehemi vetëm pas pak. Jemi rikthyer në pjesën e dytë e emisionit dhe jemi duke folur për problemet e zemrës. Këtë pjesë të dytë do t'ja kushtojmë një nga problemeve të zemrës që shumë pak nga ju e kanë dëgjuar, besoj, që mund të jetë shkaktari kryesor për sulm në tru dhe jo vetëm për probleme tjera të shëndetit të një personi. Do flasim për fibracionin atrial. Me ne në studio për të diskutuar mbi këtë temë kemi të ftuar dr. Florim Cuculli, shef i kardiologjisë në Lucern të Zvicrës dhe një nga mërgjimtarët e suksesshëm të Maqedonisë së Veriut që vepron në Zvicër, por herë pas here vjen edhe na viziton në vendin tonë. Doktor Cuculli, fibracioni atrial është një nga problemet serioze që shumë pak nga njerëzit ose pacientët potencial mund ta dinë që e kanë këtë problem me zemrën. Përse? Është një temë e cila duhet trajtuar shumë më shumë, sepse unë e vrej, në rast e vrejmë në perspektivë, edhe vitet e kaluara, sidomos tani vitet e ardhshme, shihet që ajo sëmundje e cila është në rritje janë aritmitë. Domethënë fibracioni atrial është si aritmia kryesore, edhe kjo ka të bëjë me stilin e jetës së njerëzve dhe prandaj është edhe duke u shtuar. Këtu rol shumë të rëndësishëm luan mbipesha. Natyrisht mbipesha shpeshherë asocjuar me mos aktivitet fizik, është asocjuar me tension të lartë arterial, por mbipesha është një faktor shumë i rëndësishëm, edhe për fat të keq vetëm një pjesë e vogël e pacientëve kur kanë fibracion atrial dinë që kanë fibracion atrial. Një pjesë e madhe nuk e dinë. Pse nuk e dinë? Sepse shpeshherë fibracioni atrial vrehet atëherë kur është tepër i shpejt, domethënë kur pulsi i zemrës është 150-160, këtë pacientët shpeshherë e vrejnë. Po fibracion atrial mund të kesh edhe kur pulsin e ke 70. Edhe ti nuk e vren këtë që i e keq. Shpeshherë njerëzit edhe mendojnë që janë plakur, ka kaluar tani koha, nuk di pata një grip, edhe harrojnë se si duhet të jetë normale, sepse kur disa herë shembull duhet që pacientin të bëjmë një elektrokonverzion që të kthehet ai ritmi sinuzal përsëri, edhe pacienti ku zgjohet unë e pyes si ndihesh, thotë mund të marr frymë malirë tani. Domethënë lirohet frymarrja te ata pacient, edhe besoj se kjo është diçka që është edhe keq mos e vrejmë sepse është shumë lehtë për ta vrejtë. Domethënë një EKG e thjeshtë e vren se pacienti ja ka fibracion atrial apo nuk ka. Ndoshta për ta bërë atë EKG të thjeshtë, pacienti duhet të ndjejë që ndoshta ka simptome, sidomos ne në Ballkan, lajmërohemi tek mjeku vetëm atëherë kur kemi probleme shëndetësore. Për shembull, ndoshta një puls i shpejt, ndoshta marrja e frymë me vështirësi, mund të jenë nga simptomat që mund të ta lajmërojmë për një aritmi? Po, domethënë shpesh herë ky atriumet janë funksioni i atriumeve është një farë rezervuari për gjakun, edhe me kalimin e kohës një fenomen i cili është pak i sqaruar, vetëm 1 minutë nëse më lejon ta sqaroj. Patjetër. Domethënë muskli i zemrës, ventrikuli i majt, me kalimin e kohës, domethënë me moshën e pacientit, me faktorët e tjera të rrezikut, siç është mbipesha, fillon të ngurrohet, nuk është më elastik. Duke mos qenë elastik, aty fillon të rritet shtypja brenda në zemër. Domethënë flas për shtypjen në ventrikulin e majt. Ajo shtypje që rritet aty shpesh transferohet në atriumet. Edhe ky është shkaku pse atriumet fillojnë të zgjerohen, edhe fillojnë të krijojnë fibracion atrial. E tani,
Problemi që pacienti e vren është që në qetësia shpeshherë është mirë, po kur shkon të lëvizi, të bëjë një aktivitet fizik, ati ti duhet më shumë gjak. Do më thonë edhe vjen më shumë gjak nga mushkrit, gjak i oksigenuar. Mi po këtë gjak ai nuk mund të apranoj sepse tensioni ka të lartë. Edhe sepse zemra ma nuk mund të mbushet mirë. Kjo përndryshe quhet HFpEF, në rast se dikush do ta lexojë, do më thonë heart failure with preserved ejection fraction, që pompa është në fakt funksionale, do më thonë për të nxjerrur gjakun nga zemra mundet, po për të mbushur nuk mundet sepse zemra nuk është më elastike. E tani, këta atriumet luajnë rolin që e mbushin këtë zemrën jo elastike, përsëri e mbushin me gjak. Po në momentin që kur ke fibrilacion atrial, ata mo nuk e mbushin, edhe ai për shkak se është i nguruar, nuk është elastik, nuk mund ta heqë gjakun vetë, kështu që shpesh herë gjaku mbetet mushkëria dhe pacienti ka probleme me frymarrjen. Mori pak gjatë, po... Mendoj që ajo është edhe esenca e emisionit, që të gjithë ato të kuptojnë se përse ndodh kjo vështirësinë dhe ndoshta të mbushen me mend që të ndryshojnë stilin e jetës. Po, e tani, do më thonë, si mund pacienta të vrej, ai do shkojë të ecë si diku për pjetë. Edhe kur do eci me hapa të shpejt, do vrej që nuk mund të mbushet me frymë. Kjo mos mbusha me frymë mund të ketë faktore të ndryshme. Në rast se është duhançin, ndoshta kanë luajnë rol edhe mushkrit për shkak se ka smundjen obstruktive të mushkrive. Mirë po, një nga faktorët kryesor është po ashtu edhe që pacienti mund të ketë fibrilacion atrial. E tani, fibrilacioni atrial ka dy komponenta. Një komponent është kjo komponenta e simptomeve, cili nuk mundet, nuk ka më mundësinë të bëjë aktivitet fizik të theksuar, por e dyta që e ceke ti më herët ishte ajo që kjo është shkaku kryesor në këtë vend këtu, është shkaku kryesor pse pacienti pson apopleks, do më thënë që ose mpikse, si i thomi. Tani, kjo ka dhe komponent sociale, se paramendoni në një vend si është këtu, ku ne edhe pleq që i kemi është vështirë t'i kujdesim, sepse një pjesë të madhe të popullatës e kemi jashta. Do më thonë, tani vjen dikush edhe mbetet ashtu edhe ka nevojë për të kujdes dikush për të. Kjo kretë familjen e nxjerr në një stres shumë të madh. Atë ritmin e jetës. Prandaj unë mendoj që pacienti, edhe kur ka simptome, një EKG në vit, të pacientë që janë ndoshta mbi 50 vjet nuk është gjë e keqe. Këta që janë modern mund të përdorin edhe Apple Watch ata që e kanë, sepse ajo e detekton, janë edhe ndoshta edhe nga brende tjera Samsung apo ku diun që i kanë këtë mundësi që ta zbulojnë fibrilacion atrial, sepse në rast se e ke spaku me holltimin e gjakut do bësh prevencionin që të ndodhi mpiksja. E me këtë pjesën tjetër duhet marrësh duke i adresuar faktorët e rrezikut, edhe natyrisht duke kërkuar ndihmën mjekësore. Si mund parandalohet atëherë? Parandalimi është kryesor, te parandalimi është me të vërtetë në rrethin tonë unë e shoh si faktor kryesor mbi peshën. Sidomos te gratë tona, tani nuk dua të them diçka të keqe për gratë, por është shumë interesante sepse kjo fibrilacion atrial shpeshherë i prek gratë më shumë se burrat. Edhe mua... Përse ndodh kjo? A ka ndonjë faktor që ndikon në këtë që gratë jenë më të prekur se burrat? Ndoshta ka, sepse kjo vjen zakonisht pas menopauzës, ndoshta ndryshimi hormonave mund të luajë rol, por ndoshta edhe kjo që gratë janë ndoshta pak edhe më të palëvizshme se burrat, sepse shpeshherë janë më shumë në shtëpi me fëmijë duke marrë si anëvise. Kështu që unë besoj se duhet kjo tema e mbi peshës të jetë një temë me të cilën ne merremi, sepse kjo është epidemi botërore, edhe do më thonë humbja e peshës është një nga faktorët që edhe të mbron nga fibrilacioni atrial, po edhe që të lehtëson ose ta largon fibrilacioni atrial. Unë kam pacientë që kanë humbur shumë peshë, do më thonë kanë humbur 40 kg peshë, edhe pastaj atij është larguar kjo fibrilacion atrial, të cilin e kishte më herët. Dhe shpesh herë ne kur kemi pacientë që janë obez me fibrilacion atrial, unë them, dëgjoj, ne mund të ta trajtojmë ti me kateter, por ajo nuk është e qëndrueshme. Ti tani duhet s'pari të humbish peshë. Edhe ata i udhëzojmë te specialistët për humbjen e peshës, shpesh përdorin këta injekcione që janë tani shumë popularizuara që të humbi peshë, e pastaj ne të kthehemi të merrem me atë pjesën që ka mbetur, po shpesh ai shërohet me humbjen e peshës. Domethënë, humbja e peshës është e rëndësishme, edhe natyrisht në rast se doktori ti ka përshkruar tabletat, atëherë do t'i marrish ata tableta, sepse ata shpeshherë ka mundësi ta largojnë këtë fibrilacion atrial.
derisa i merr tabletë. Por kur i ndal tabletat, ai të kthehet përsëri. Dhe pra vim tek problemi i mbi peshës që nëse humb peshë mund edhe ta largosh. Shpesh pacientët në vendin tonë duan që ta trajtojnë një sëmundje në vend që ndoshta ti largojnë këto faktorët që mund ta parandalojnë atë sëmundje. Shpesh ato do kishin zgjedhur për shembull trajtimin me kateter të fibracionit atrial në vend që të vendosin që të humbin peshë, për shkak se e dinë që ai problem ekziston, por e neglizhojnë që ta largojnë atë problem shëndetësor. Me këtë që thatë ju, ndoshta shumë sëmundje të zemrës që lidhen me aritmit, fibracionin atrial mund të largohen në qoftë se ne kujdesemi për veten? Shime, edhe këtu ka një komponent gjenetike ku njerëz që janë pa mbi peshë, po e kanë fibracion atrial. Ata pacientë janë sigurt ata që duhet trajtohen me kateter, pa diskutim. Këta pacientët të cilën janë me shumë mbi peshë, unë nuk flas këtu për një mbi peshë 5 kg më shumë, unë flas këtu për 30 kg më shumë. Këta pacientë edhe kur trajtohen me kateter, shpeshherë ajo nuk është e qëndrueshme, sepse kthehet, sepse ai procesi vazhdon. Domethënë ti shkon edhe i izolon ata venat pulmonale, po përsëri ata kanë mundësi të rekuperohen ata qelizat që shkaktojnë këtë gjë, edhe të kthehen përsëri dhe të ketë pacienti recidiv që përsëri do ta trajtojë. Ne kemi pacientë që i kemi trajtuar shembull 4 herë, 5 herë me kateter. Po 4 herë, 5 herë me kateter shembull çdo herë është edhe rreziku i intervenimit. Kështu që unë besoj në rast se dikush e ka në dorë dhe ka këtë sëmundje, ajo tani ka ardhur. Nëse nuk e ka, shqyr që se ka, mirë. Po nëse e ka, atëherë ai do të thotë, okay, çka mund unë të bëj nga vetja? Domethënë, çdo herë do të shikosh në pasqyrë dhe thosh si mund unë të bëj një ndryshim, edhe pastaj pjesën ku ti nuk mund ta influencosh ta bëj sistemi shëndetësor. Por ne nuk do ta shfaqsojmë pacientin, edhe ti themi që ne ti bëjmë gjithë ti rri, ha çipsa sa duash, mos lëviz hapite, sepse dhe pitet i kemi qef në vendin tonë. Unë ceka që se pite dhe unë i dua për me ceka që. Por besoj që në mënyrë të moderuar duhet që ti konsumoj, ti kemi në dietën ushqimore. Mbi pesha është betejë e përjetshme. Domethënë mbi pesha është betejë që për shembull kush në rast se dikush mund shkon edhe i sheh fotografitë e mia të vjetra dhe ai dëshoj që edhe nuk kam qenë me më shumë mbi peshë. Edhe është çdo herë është një luftë e cila kur nuk mbaron. Po ne duhet vazhdimisht të merrem me këtë, sepse mbi pesha me vërtet është diçka që na rëndon dhe që na dëmton dhe prandaj duhet bëjmë më shumë që mos e kemi. Doktor, për fund të kisha dashur pak të cekim edhe tromboemboli, sepse e dim që trombet janë një nga faktorët kryesor për sulmin e zemrës, sulm në tru sidomos, dhe ndoshta medikamente që përdoren për hollimin e gjakut duhet vërtet pacientët mbi 50 vjet të konsiderojnë të marrin seriozisht në mënyrë që të parandalojnë këto probleme? Ose jo domosdoshmërisht çdo kush duhet t'i përdori? Domethënë, të sqarojmë nga dy sende. Sepse do t'i cekim kështu. Aspirina është ajo që të mbron për arterjet. Tromboembolia është zakonisht proces venos, domethënë në pjesën e venave, domethënë aspirina nuk ndikon aty. Edhe aspirina merret kur ka vërtetim të arteriosklerozës të theksuar. Më herët u kemi dhënë aspirina gjithë pacientëve që ishin me pak një kalcifikim i vockër, u jepi aspirin, po kjo nuk është e mirë, edhe janë vërtetuar disa studime që aspirin nuk ka nevojë të jepet. Tani, kur kthehemi te pjesa venoze, domethënë te tromboza e venave për shembull, sidomos venave të këmbëve, aty duhet të jemi shumë të kujdesshëm që për shembull në një udhtim të gjatë, një gru 70 vjeçare, pak me mbi peshë, vendos të udhtoj për Istanbul. Unë nuk di sa zgjatë udhtimi në Istanbul, por ndoshta 16-17 orë diku me autobus besoj. 16-17 orë duke qëndruar kështu me këmbët e thyra. Domethënë, ajo është mirë për këtë udhtim të marri një fraksiparin për shembull, ose një injekcion për holltimin e gjakut, ose edhe një medikament oral që mos i ndodhi kjo. Domethënë që sepse shpesh herë trombozat janë të provokuara nga një moslëvizje, pasi pacienti është i shtruar edhe në shtëpi, është i smur 3-4 ditë, 5 ditë, te ata pacientë do të mendojnë për diçka të tillë, ose është i shtruar në spital dhe nuk e merr ndoshta dozën adekuate, ose ka një udhtim për shembull si cekëm më herët. Por kjo dhënia e këtyre tabletave pa nevojë, sepse çdo tabletë
për holltimin e gjakut ka natyrisht edhe rrezikshmërinë që të kesh gjakderdhje. Tani ti në rast se rrezikon të kesh gjakderdhje, s'paku të kesh një arsye pse rrezikon. Po ku nuk ke arsye ta marrësh atë pa nevojë nuk bën ajo. Domethënë këtu duhet jemi pak më të reflektuar. Kurse sa i përket trombozave, kjo është e rëndësishme që në rast se dikush e vren që për shembull ka ionjet këmba, i dhem sidomos pjesa e poshtme, domethënë këtu e kofshës, ata njerëz duhet të kërkojnë ndihmë dhe duhet të matet. Atëherë është momenti kur matet dedimeri. Jo në Covid që matet këtu dedimeri te çdo kush që Besoj që ende ekziston, edhe pacientët janë të fiksuar me dedimerët. Po dedimeri matet atëherë, domethënë situatën që ti e supozon që ky mund të ketë një tromboz, ti e mat dedimerin që ta në fakt në një mënyrë që ta përjashtosh që ekziston, sepse në rast se dedimeri është i ulët, atëherë nuk e ke. Në rast se është i lartë, atëherë do të shkosh ta vërtetosh, ose te këmba me ultrazë, ose për shembull te mushkëlit në rast se ke emboli pulmonale. Po kjo është shumë e rëndësishme që këtu të jemi të reflektuar, jo të marrim medikamente pa nevojë, sepse medikamentet pa nevojë pastaj neve vetëm mund të na dëmtojnë e ndoshta nuk na ndihmojnë as pak. Patjetër, dhe jo shumë medikamente mund të jenë zgjidhja ideale, se besoj që çdo pacient mbi 50-60 vjet tek ne nuk ka një nga ato që nuk merr nga ty 3 tableta në ditë, minimumi do kisha thënë. Po këta, kur janë tabletet të arsyet për shkak të një sëmundje, është okay dhe duhet të merren rregullisht, duhet të jenë transparente dhe me mjekun. Për shembull, pacientët e mi shpeshherë janë transparent, thotë doktor, unë këtë nuk e marr. Mua më pëlqen më shumë ai pacient thotë unë këtë nuk e marr, se sa ai pacient që më thotë mua unë e marr dhe nuk e merr. Sepse pastaj unë supozoj që ai ka marrë dhe unë i jap edhe më shumë duke menduar që ai nuk ndikon tableta, kurse ai nuk e merr. Domethënë, këtu duhet të krihet një sinqeritet. Po për sinqeritetin, ndoshta kjo është si një pikë që dua ta cek, pa dashur ti generalizoj gjërat, por është shumë e rëndësishme të krijohet një raport mjek-pacient. Domethënë, kjo kultura jonë që e kemi me këtë doctor shopping, që pacienti me problemin e njëjtë, unë vin edhe në Zvicër disa herë ka shkuar te 7 mjek, e tani vjen te i 8. E tani 7 nuk kanë bërë, i 8 do bëj. Nuk bën ajo, domethënë këtu duhet krijohet një farë mënyre. Unë e kuptoj që ndoshta kur është diçka shumë e madhe, shumë e rëndësishme të don një mendim dytë. Kjo është legjitime. Por të shkosh doktor me doktor, atë ndonjë problem psiqik besoj që ndoshta ka njerëz që shumë kanë frikë nga shëndeti dhe nga sëmundjet e tepërta. Po është ajo, po ndonjëherë është edhe pak edhe rrethi familjar, që vjen ti në shtëpi dhe thot, ke qenë shembull te besimi, jo, nuk bën besimi, shko te Hasani. Edhe pastaj përzihen gjërat. Domethënë këtu duhet një farë mënyrë të krijosh një farë besueshmëri, sepse kur pacienti mua më beson, ai mua edhe më ngarkon. Domethënë e marr përgjegjësi për pacient. Kur pacienti mua më lehtëson përgjegjësinë duke thënë unë kam qenë te 5 tani të shkoj edhe 5 tjerë, thom le të shkoj. Domethënë kjo nuk është mirë. Është mirë të krijohet një raport pacient-mjek që pastaj të ketë një lidhje qëndrueshme për shëndetin atij njeriu. Patjetër. Doktor Cuculli, arritëm deri në fund të emisionit, ndonjë këshill të fundit që do kishte dashur të drejtoni drejt të gjithë atyre që na ndoqën këto minuta? Po i cekëm shumë gjëra. Po, besoj ende mund të flasim për sëmundjet e zemrës, por besoj që për këtë minutazh ta mjaft. Pasi i qortuam për disa gjëra, do tani ti pajtojmë pak. Unë besoj se çka do të isha thon pacientëve duke u kujdesur për gjithë këta gjërat, ne nuk do të shndrohemi në taliban shëndetësor. Domethënë përsëri ne do ta shijojmë jetën. Edhe shijimi i jetës ndonjëherë toleron edhe një ushqim pak të pashëndetshëm, edhe një moslëvizje, edhe një gjë që këta gjithë që i cekën, domethënë i toleron dhe gjermanisht ai Paracelsusi që ka qenë një nga mjekët e parë historikisht ka thënë nuri dozis macht das Gift, ajo domethënë vetëm doza e përcakton helmin. Domethënë edhe helmi nuk është helm kur nuk është i dhënë dozën e duhur. Kështu që ta përdorim këtë helmin që na rëndon me dozë të vogël, kurse këtë që na lehtëson me dozë pak më të lartë. Faleminderit shumë që ishit pjesë e emisionit. Faleminderit edhe ti. Shikues të nderuar, ne me kaq përmbyll emisionin për sot. Faleminderit që qëndruat me ne. Uroj të keni mësuar shumë nga biseda që zhvillua me doktor Cucullin. Bashkë do të shihemi në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë, më takofshim.